Nërë shikues, përshëndetje, mirë se ritakojmë sërish në emisionin Kopshti i Devotshmërisë. Jemi sërish me hoxhën e nderuar Alban Puka, ku do të flasim sërish për bujarinë, këtë vepër fisnike që Kurani e inkurajon mirë drejt për drejt. Jeta e Profetit alayhis salam është një jetë bujarie, gjithashtu dhe gjithë pasuesit e kësaj feje garojnë për të qenë të tillë dhe kanë ambicie për të qenë po themi bujar. Por cilat janë mirësitë e saj, cilat janë dobit, cilat janë ato efekte që bujari i prekë në jetën e kësaj bote, dhe cilat janë shpërblimet në botën tjetër. Për gjitha këto do të flasim me hoxhën e nderuar edhe në takim sotëm. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjeta. Hoxh, ne folëm pak herën e kaluar për bujarinë dhe ju përmendet që bujaria në Islam përmend në disa forma me disa përkufizime. Ndërkohë në një hadith Profeti alayhis salam thuhet se transmetohet pra që sa herë Profeti alayhis salam është ftuar për të thënë diçka ose është kërkuar, ai asnjëherë nuk ka kthyer askënd mbrapsh. Çfarë do të thotë ky hadith për përditshmërinë tonë, duke qenë se vazhdimisht edhe në xhami ka thirrje për ndihmuar njerëz që janë të smur, janë të pastre, kanë probleme të ndryshme, pra si do ta përditësojmë në këtë hadith? Falënderimet tek Zotit, paqja dhe lavdërimi i tij qoftë me vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë deri në fundin e kësaj bote. Ne përmendëm herën e kaluar ajetin që shembullin më të mirë e keni tek i dërguari i Zotit alayhis salatu wasalam. Dhe kur përmend Zoti pejgamberin e tij, përmend shembullin e pagabushëm, jo vetëm si profeti i tij, por si qenë njerëzore, si burr shteti, si princ, si qytetar, si përkrahas, si shok, si mik, madje edhe me kundërshtarët e tij. Në ky hadith është vetë, mund ta themi, vetë bujaria, vetë shëmbulltyra, sepse pejgamberi alayhis salatu wasallam nuk është i vetmi rast, siç thot sahabi radhiyallahu anhu, por nuk ka ardhur dikush që ka kërkuar diçka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vetëm se i ka dhënë. Madje ne e dim hadithin tjetër që dikush shkon në shtëpinë e Profetit alayhis salatu wasallam dhe dëgjon Aisha radhiyallahu anha. Pra ishte një grua me dy vajza jetime dhe nuk kishte asgjë në shtëpinë e saj, mori një kokër hurme dhe ja ndau në gjysmë. Pra kjo është jo vetëm një simbolik apo shembull, por është, nuk besoj se ka hadith apo më nxitës se kjo, se ky hadith i Profetit alayhis salam. Pra mundësisht mos kthejmë askënd mbrapsh që nëse njeriu ka mundësi, sepse Zoti thotë në Kur'anin e Kerim i ka lidhur gjërat me rregulla, wattaqullah mastata'tum, friksoni Zotit sa keni mundësi. La yukellifullahu nafsan illa wus'ha. Pra Zoti nuk e migrakon njeriu për te mundësive të tij. Nëse ka mundësi ta bëjë gjë të tillë, le ta bëj. Nëse nuk ka mundësi, le ta përcjellë atë në mënyrën më të mirë, ti thotë Zotit ndihmoft, Zotit forcoft, Zotit furnizoft, por nuk ka mundësi. Prandaj kjo përditshmëria jona, thirrjet që ne bëjmë në xhamia apo në institucione të caktuara për të ndihmuar njerëzit, unë mendoj që duhet të jetë një sadaka që nuk duhet ndërpritet. Pse? Nuk i takon ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pasuesve të tij, shembullit të bujarisë, fesë njerëzve bujar dhe fisnik që të jetë ummet kopras. Madje unë nuk them nuk duhet që të ketë musliman kopras, ose nuk duhet të ketë musliman i cili rezervohet për gjëra që ka mundësi. Pse e përmendëm hadithin për këtë që friksoni Zotit qoftë me gjysmë hurme? Sepse njeriu nuk e di se cilën vepër ja punon Allahu, ja pranon Zoti dhe nuk e di në cilën derë xheneti do të hyjë. Prandaj ti mund të bësh miliona punë dhe ndoshta asnjërin për tyre nuk ta pranon Zoti subhanahu wa taala. Ndoshta 100 lekë apo 50 lekë që ti e hedh në xhami apo ndihmon dikë apo i rikthen buzëqeshën dikush, të bëhet sebeb që çfarë? Bëhet sebeb që ajo të jetë porta e xhenetit tënd. Prandaj unë shpresoj që vëllezërit dhe motrat, pra nuk i ka hije muslimanit të jetë koprac. Do të jetë bujar sepse ai është pasuesi i krijesës më bujare në tokë. Dhe bujaria do të nuk është gjithmonë me ato shumë të mëdha apo vetëm në ato rastet ekstreme. Po. Një hadith përmendet që edhe buzëqeshja është sadaka për bujarisë. Po, pse ka thënë pejgamberi se al-ibtisame sadaka au ibtisame fi wajhi akhika sadaka. Pra buzëqeshja sadaka ose buzëqeshja çeltërsia në fytyrën e vllajt tënd sadaka. Ndoshta ajo buzëqeshje bëhet shkak që ti fut lumturinë dhe gëzimin në zemrën e njeriu, që pret gjë dikush ti buzëqeshi, që ti flasi, apo njeriu që është braktisur, apo mundet ka raste që ti shpëtosh jetën një njeriu i cili ka marrë një vendim gabuar për njerëzit, duke menduar se të gjithë që janë përreth i urrejnë. Dhe ndjet i bullizuar, i braktisur, dhe ajo buzëqeshje do thotë që shqyr Zotit, pas ka njerëz që sot interesohen për mua, po më buzëqeshin fytyrë, po më flasin, pra jep shpresë për jetën. Prandaj dhe pejgamberi sa se lidhi atë me çfarë? Me një simbol të thjeshtë, buzëqeshja. Prandaj dhe poeti thot buzëqesh sepse nxirja e dhëmbëve nuk është turp. Gjithashtu në një hadith tjetër Profeti alayhis salam thot se bujaria është edhe një kur për të smurët. Pra shëroni
të sëmurët tuaj me sadaka. Çfarë kuptimi ka më tepër? Çfarë do thotë më tepër ky hadith? Ky hadith edhe pse në rrugën e transmetimit ka dobësi, mirë po dietarët e hadithit e kanë përmendur për nxitje, madje ka prej tyre që kanë gjetur shpërblimin e Zotit e pra dau mardakum bi sadaka, pra shërojeni smurët tuaj me sadaka. Pra ka disa kuptime, nuk merr vetëm kuptimin që i jep sadaka që Zoti ta pranoj duan që të shërohet i smuri jot, por i jep sadaka se ndoshta ajo sadaka që të jep mund të bëhet sebeb që të shërohen dhe të tjerët, pra ndoshta një smundje e caktuar ka nevojë për një shumë të caktuar në spital për të kuruar, dhe gjithë kjo sadaka që ne mbledhim dhe që ndihmojmë njerëzit, pra bëhet shkak që ti shpëton jetën e dikujt, kuron dikë apo ndihmon dikë që ka nevojë, apo ndërton shtëpinë e dikujt, apo nxjerr nga halli, nga problemet, shlyen borxhet e dikujt. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përdorur këtë lloj forme dhe quhet në gjuhën arabe jawamil kelim, fjalë të pakta me kuptime të gjera. Ka shumë ajete dhe shumë hadithe që e nxisin besimtarin. Çfarë do të veçonit për ajeteve dhe për haditheve që ndoshta janë dhe më motivuese, sepse kështu është qenia e njeriu. Pra motivohet, inkurajohet kur dëgjon po themi fjalë inkurajuese dhe hutohet kur po themi ato nuk janë pjesë e audiencës së tij. Këtë drejt, por nuk e shmang dot ajetin e ensarëve dhe muhaxhirinëve. Sepse vjen në një situatë e cila sot na kujton Palestinën, vëllezërit tonë Palestinë. Edhe tu ambash atyre sadakan, kohë edhe pse ti mund të kesh shumë nevojë për vete, jo vetëm që është shumë e dhimbshme, por është e papranueshme. Do të veçoja pra ajetin ku cilën Zoti subhanahu wa taala përmendi i thash muhaxhirinët dhe ensarët. Pra nuk mund ta kapërcejmë këtë ajet sepse ai vjen në një gjendje dhe një pozitë ku njerëzit kishin jo shumë nevojë për njëri tjetrin, por ishin mbështetësit dhe themeluesit e fesë islame dhe shtetit islam të ri, dhe erdhën muhaxhirinët në një gjendje që na kujton sot vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala kur përmendi edhe banorët e Medinës, të cilët nuk gjenin vështirësi për vëllezërit e tyre që erdhën e prezantuan pra ban emigrimin nga Mekka në Medinë, dhe u japin atyre edhe pse ata kanë nevojë për veten e tyre. Mund ta ripërmendim ajetin sërish sepse vlen sa herë pra Kurani e ka këtë dimension që sa herë të përsëritet ka dobinë vet, po dhe duke qenë se ka qenë javë e kaluar dhe ndoshta edhe për ta rikujtuar. Si është konkretisht ajeti dhe kuptimet e tij? Pra Allahu azza wa jall thotë dhe banorët e Medinës, të cilët i pritën vëllezërit e tyre, pra ata pra besuan, dhe radh parë besuan dhe i pritën vëllezërit e tyre. Dhe nuk ndjenin ngushtësi në gjoksin krahoror në tyre pse ata po vinin, madje u jepin atyre përparësi edhe pse vetë kishin nevojë. Prandaj kush tregohet, kush ruhet nga kooperacia sot Zoti subhanallahu kerim, ai është i grupi i shpëtuar ose humul muflihun, pra janë të shpëtuarit tek Zoti subhanallahu teala. Pra është shumë e rëndësishme në kontekstin që ka ardhur ky ajet kuptojmë dhe hallet dhe problemet e shumë e mira e dhjetëra njerëzve që kanë nevojë sot. Nuk do ta bëj dobi asgjë në këtë dynja. Përveç atyre veprave që ngel njeriu të femen amil salihan fali nafsi, kush bën mirë ka për veten e tij, thot Allahu azza wa jall. Wa man asaa fa alayha, dhe kush bën keq ka kundra vetes tij. Prandaj dhe Allahu azza wa jall thotë fa me ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Pra kush punon mirë sa grimca do ta gjej, dhe kush punon keq sa grimca do ta gjej. Ka përmendur Allahu dhe grimcën, edhe grimca është punë e mirë. Pra mund të jetë fjala e mirë, mund të jetë nxitja që ti bën, që merresh problemi sikur e ke punuar, mund të jetë pajtimi që ti bën midis njerëzve, mund të jetë vllazërimi ose krijimi i ambienti vllazëror me njerëz, pra të gjitha këto janë lloje bujarie që njerëzit nuk e kuptojnë për dishmërinë e tyre. Për shkak dinamikës që ka jeta, halleve, probleme, duke qenë se edhe jeta që neve jetojmë për ditë ka aq shumë ngjarje sa njerëzit kanë harruar veten e tyre. Dhe janë bërë çdo ditë më shumë individualist, dhe për këtë arsye ata tërhiqen nga bujaria, friksohen për rrezikun e tyre. Thonë e nesërmja, po e nesër nuk përket ty as mua as dikujt tjetër. E nesërmja dhe e përhershme i përket Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kur Zoti përmend punët e mira në Kur'anin Kerim, po thotë usariu ila maghfiratin min rabbikum. Pra nxitoni për tek falja e Zotit tuaj. Dhe xhenetet të cilat gjerësia e tyre sa qiell dhe tokë e përgatitur për të devotshmit. Prandaj njerëzit duhet të friksohen Allahut azza wa jall, qoftë me gjërat më të vogla. Prandaj edhe në hadithin tjetër që thotë pejgamberi la tahkin min al-ma'ruf shay'an. Mos neglizho nga punët e mira asgjë. Edhe qoftë ajo largimi diçka, një pengesë nga rruga.
Ne kemi dëgjuar që adhurimet ndryshme marrin vlerë në kohë dhe vende të ndryshme. Ndërkohë bujaria, a ka kohë dhe vende që e bën atë më të vlefshme, më të shpërblyeshme, më dobishme? Atëherë kemi disa lloje mund ta themi. Quhet mutlaka, pra e përgjithshme, nuk ka kohë, nuk ka vend, nuk ka gjendje, vetëm se duhet t'japësh. Kemi edhe muqayyade të lidhura me kushte dhe rregulla të caktuara. Për shembull, Allahu subhanahu wa taala thot ata të cilët shpenzojnë në rrugën e Zotit tyre natën dhe ditën, haptashi dhe fshehtasi, për ta nuk ka frikë dhe as nuk kam pse të turprohen para Zotit subhanahu wa taala. As të kam pse të mërziten tek Zoti. Ka përmendur ditën edhe natën. Pra tregon që nuk ka kohë, sadaka mund të jepet fshehtasi dhe haptasi. Tregon dhe mënyrën nxitëse që të lejohet, domethënë fshehtasi, por edhe haptasi të lejohet. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në këto raste na ka nxitur neve që njeriu t'i japi në çdo lloj kohe, në çdo lloj gjendje të jetë. Prandaj dhe i lavdëron dhe ata të cilët japin rrugën e Zotit tyre, çfarë duke qenë në vështirësi dhe duke qenë në gjendje të mirë. Në hadithi tjetër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përkujtoi Zotin në vështirësitë, përkujtoi kur je mirë. Pra nuk ka kohë, por a ka të tjera që mundi, po sadakaja që jep për muajin e Ramazanit. Sadakaja që mund t'japësh ditën e xumë, është një moment thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku pranohet duaja dhe nuk kthehet mbrapa. Dhe ajo është nga qindija dhe Zoti i mëshmirë deri në akşam. Pra në momente që njeriu do të shfrytëzojë në ato kohë ku i pranohet duaja tek Zoti subhanahu wa taala. Prandaj sadakaja që mund t'japësh ditën e Arafatit, sadakaja që mund të shpërndash ditën e Bajramit. Pra në çdo kohë të cilën Allahu ka treguar shenjat e madhërimit të simboleve të tij apo festave islame, atëherë edhe vlera e sadakas bëhet më e madhe, që quhet muqayyada, pra e lidhur me diçka të caktuar. Në një hadith tjetër thuhet shkurtimisht profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, jep që Allahu do të jap. Pra duket si një parakusht për të patur begati në jetë, për të patur ndoshta edhe pasuri. Cili është kuptimi i këtij hadithi? Atëherë ky hadith do të merr kuptimin, ky është kuptimi i koprazëve, materialistëve, e cila thotë nuk jap pos më dhe. Ose në marrëdhënien e familjarë vëllazërore nuk vete pos më erdhi. Pra edhe për këtë ka hadithe. Po edhe këtë ka hadithe, nuk shpëton njëri nga kjo. Shiko, njerëzit paraprien të kalojnë nga ndjenjat apo nga tërheqja individuale, por kjo është gabim shumë, sepse ata harrojnë që dhënia nuk është vetëm një simbolike që ti po i bën mirë tjetrit, por ti harron se me ke llogarin. Kush do ta shpërblej, kush do ta shumëfishoj, kush do ta zëvendësoj. Pra njeriu nuk do t'japi me kusht, sepse ka zbritur një ajet koranor ku cilin Zoti thotë në Kur'anin e Kerim, dhe ata të cilët adhurojnë Allahun me kusht. Mund t'japësh Zotit kusht, askush nuk i vë Zotit kusht, por është ai që edhe nëse ta kthen atë bujari, ta kthen pikërisht sepse ai do që t'i japi më shumë se ç'ti meriton robi i Allahut. Kështu që nëse ne mendojmë që t'i jap se do më japi, ndoshta edhe nuk t'jep kurrë. Ndoshta edhe të punon ty sipas niyetit, qëllimit që ke. Por neve kemi shpresën që Zoti na japi me bujarinë e tij, jo në këmbim të sadakas që ne kemi. Pra një nga dallimet e gjuhësore dhe terminologjike të bujarisë është pikërisht që njeriu të japi duke mos pretenduar se do t'i kthehet. Është një kuptim tjetër në anën gjuhësore dhe terminologjike, as-sakha wal karam. Pra i jep, por mos prit që të kthehet. Pra ajo ndoshta nuk kthehet në kuptimin fizik të saj, se shpërblimi, por shpërblimi nuk mund tek Zoti subhanallahu teala. Pra pikërisht është thelbi, është shpërblimi. Pse Allahu azza wa jall në këtë botë nuk e lavdëron kurrë Kur'anin e Kerim. Dhe e lavdëron ahiretin, tregon shkallët e xhenetit, tregon lumenjt që rrjedhin, tregon shpërblimin, qetësinë, begatin, mirësinë që do kenë njerëzit në xhenet. Pse? Sepse ata, thot Zoti, duruan në dynja, dhan për jetim, mbajtën besimin e tyre për të sprovave dhe sfidave që kishin, i dhan përparësi të tjerë përpara vetes tyre, prandaj te xheneti është me grada. Kush nuk i do grada në xhenet, atëherë le tregohet koprac. Një gjë e rëndësishme ose një aspekt i rëndësishëm është dhe mbetet po themi dobit që ka bamirësia, dhe çdo kush që është përfshirë në bamirësi i ka përjetuar dobit. Madje aq e prekshme është kjo sa shpesh gjej njerëz të cilët ndoshta nuk janë besimtar, po bamirësinë e kanë si një lloj mekanizmi që jeta e tyre ju e hecën mbar dhe e përjetojnë edhe si kënaqësi. Cilat janë dobit më të mëdha të bamirësisë? Them drejtën, ka shumë dobi, por nuk ka më të madhe se sa forcimi i imanit. Njeriu i cili i jep për hir të Zotit subhanahu wa taala ndihmon njerëz të tregojnë që ka iman, ka besim. Pra e vën në punë praktik besimin e tij.
nuk ka zbritur asnjë ajet kuranor kur Zoti i thret besimtarve, ja vel ledhina amanu, o që besuat, falni namazin, jepni zakat. E lidh besimin gjithmonë me punën, ose urdhërimin për të mirë, ose ndalimin nga e keqja. Ne jemi feja praktikës dhe jo teorisë. Pra jemi ymeti praktikës dhe ymeti teorisë. Prandaj nuk I shkon kurrë muslimanëve, që thash më parë, që të jenë ymeti I koprasllëkut apo tërheqjes apo zemërngushtsisë. E dyta, lidhjet farefisnore, I forcon ato kur njerëzit japin. E treta, forcon lidhjet vllazërore. E katërta, të Zoti I quhen ata inna Allah yuhibbul muhsinin, Zoti I do bamirësit, sepse bujaria është një nga llojet e bamirësisë. Pra kur njeriu I jep është bamirësi. Prandaj dhe quhet akt iwad bidun iwad, më falni, quhet akt pa shkëmbim. Ti jap për hir të Zotit dhe nuk pres që të më kthesh. Pra e tjetra mbulon shumë mangësi bujaria. E pesta, që njeriu që jep tek Zoti shkruhet për njerëzve që kanë lart gradën e imanit tek Allahu subhanahu wa taala. E gjashta, që njeriu bëhet shembull dhe nxit dhe të tjerët japin shembull. E shtata, që njeriu ruan veten e tij nga kopratësia. E teta, që njeriu përkujton mirësinë e Zotit ndaj tij. E nënta, që njeriu shikon rreth vetes, bën krahasim me mua, Allah ma mundsoi të jap këtë mirësi. Sa shumë njerëz ka që nuk japin dot. Prandaj nuk mbarojnë dobitë e bujarisë, dhe nëse njerëzit vërtet duan që të jenë të tillë, atëherë le ndjekin profetin alayhis salatu wasallam, shembullin e pathyeshëm, shembull që nuk shpërblaa dhe nuk e tret atë historia. Edhe të pakrahasueshëm. Pakrahasueshëm gjithashtu. Po themi që askush nuk ka arritur ta tejkaloj si shembull, sepse ka qenë një lloj pamirësie e shumëfishtë të gjitha aspektet e jetës. Është një shkputje shumë e shkurtër dhe rikthehemi bisedës pas pak, ndër miq, shihemi pjesën e dytë. Rikthehemi miq sërish në studio, po flasim për bujarin, këtë vepër fisnike që inkurajon çdo besimtar për të mundur nefsin e tij, për të mundur egon e tij dhe për të ngritur në nivelet po themi më të larta njerëzore dhe shpirtërore. Hoxh tham që bujaria është shumë dimensionale, është shumë po themi e brendësuar te njeriu, po dhe njerëzit nuk janë të njëjtë, janë të ndryshëm në raport me bujarinë. Sa e rëndësishme është që ta fillojmë bujarin që në fëmijëri, duke edukuar fëmijët tanë, duke edukuar brezin e ri që të jetë bujar dhe ta nisi jetën me bujari, edhe nëse ndoshta nuk I kupton shumë dimensionet e bujarisë. Nëse rikthesh historisë profetike, pse jo dhe historisë afërt gjyshërmëve tanë, tash I vonë, do të gjesh që prindrit tanë përshkruajnë babën, nanën, vllajën, xhaxhain si njerëz bujar dhe fisnik. Do të thonë që dilnim ditën e Bajramit dhe kërkonim fukarat e lagjes ku ishin. Pra është shumë rëndësishme shoqërimi I fëmijëve në iniciativa të tilla, sidomos në ndihmën e njerëzve. Ta mësosh fëmijën që në vegjëlinë e tij me bujarin, mendoj që është cilësia më e mirë që mund bësh për kohën dhe për moshën që ai ka. E duke qenë se rinia sotme jo vetëm që është larg bujarisë, por ka marrë një cilësi aq të fortë individuale, saqë nuk do të dimë se kush është rreth tij, atëherë mënyra më e mirë është siç bënte profeti sallallahu me sahabët që ishin moshë e vogël, që shoqëroheshin me të dhe përshkruanin profeti alayhis salam kur nuk na bërtiste, bënte shaka me ne. I kam shërbyer profetit thotë Enesi radhiyallahu taala anhu 10 vjet kur nuk më tha pse e bëre, pse nuk e bëre, nuk më qelloi kurr. Dhe sot neve me keqardhje bëjmë këto gjëra. Megjithatë, ai kishte nostalgjinë e përshkrimit të profetit sallallahu kur ishte I vogël, po ashtu Ibn Abasi edhe shumë sahabe të tjerë. Pra, shembulli është që merre fëmin tënd. Merre sadakan, merre dhuratën, merre ato që ti ke përtaksur për dikë dhe shoqëroje tek familjet e varfra, te njerëzit në rrugë. Në xhami merre këtë dhe hidhe ke xhamia këtë shumë lekësh. Është rëndësishme sepse ajo I ngel si cilësi dhe bëhet virtyt. Në momentin që ajo I bëhet virtyt, atëherë siç thot poeti që gdhëndja në vegjëli është këshilla ose mësimi në vegjëli është si gdhëndja në gur. Prandaj është shumë e rëndësishme që njerëzit të përcjellin familjarët e tyre, djemt dhe vajzat e tyre sa herë që japin sadaka, apo do shpërndajnë ndihmë, apo kanë iniciativa të tilla, organizime të tilla të marrin fëmijët me vete. Madje të vizitojnë fëmijët e fukarave, jo të presin që neve ata të vinë ke neve, por neve të shkojmë tek ata.
Pra gjejmë shtëpi njerëz që janë hall, që janë probleme, duke marrë ndihmë, ushqime, çdo lloj gjë që rroba etj me radhë, t'ia çojmë në shtëpitë e tyre. Kështu dhe fëmia jo vetëm që do të nxitet nga cilësia e bujarisë, por do të bëj edhe krahasimin. Do të bëj krahasimin që pas ka fëmijë në këtë gjendje, po pas ka fëmijë edhe në këtë gjendje. Do të kuptojmë mirësinë e Zotit, do t'i ngulitet në zemrën e shpirtit dashuria për Allahun, dashuria për profetin, ndihma për njerëzit. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam i përzjente brezat e sahabëve. Do të gjejë sahabë të mëdhenj, moshë të mesme, do gjejë edhe fëmijë që rrinin në mesin e tyre, që përfitonin dhe shkëmbenin eksperiencat dhe përcjellin dituritë dhe njohuritë e njëri tjetrit. Vakafet gjithashtu janë një dëshmi e madhe e bujarisë brezave, madje shpesh gjejmë vakëfe të familjeve të mëdha, pra gjejmë komplekse xhamish dhe shërbimesh medresesh si që janë Bushatllint, siç është xhamia e Tembell sot apo Sulejman Pashës me cilën është themeluar Tirana, Berati, Gjirokastra, çdo qytet nuk ka qytet që nuk ka vakëfe, madje ato shpesh kanë qenë zemra e qytetit. Çfarë bujarie, çfarë bamirësie është vakëfi në aspektin e shpërblimit, po dhe në aspektin e edukimit të brezave, duke qenë se gjejmë sot shumë pasardhës të tyre që janë krenar për po themi paraardhësit e tyre dhe instinktivisht mundohen që ata ta ruajnë këtë vepër fisnike. Jo më koto ne lidhim bujarinë me imanin, me besimin. Njerëzit që kanë besim i japin të tilla nivele vakafesh, pra i lën sadaka rrjedhse për hir të Zotit subhanahu wa taala. Ky është një nga ato synetet e vdekura tashmë në Shqipëri, që do të jesh pak apo rrallë pothuajse fare njerëz që lën prona apo tokë apo diçka që bëhet vakaf. Ose ne presim që të vinë të tjerët nga jashtë dhe ata të na lënë neve vakafe. Sot, shukër Zotit, në qytetin tonë Lusha është dikush që ka lënë një pronë vakaf, e cila ne shpresojmë që me lejen e Allahut ta zhvillojmë në xhami dhe qendër kulturore, një pronë që kushton shumë dhe duke marrë shembull edhe nga familjet e vjetra lushnjare, nga familja e Fugëve, e cila ka lënë dikur një truar rreth 17 dylim. Shumë njerëz mendojnë se ata nuk e dinin vlerën. Jo, ata e dinin shumë mirë vlerën. Dhe se vapin që kishte tek Zoti, sepse ato prona nuk janë blerë me letër, janë blerë me Napoleon Ari. Natyra e njerëzit është e tillë që e do pronën e tij. Dhe dhënia e saj është shenjë besimi. Mirë, po tregon forcën e imanit. Unë po e përsëris, tregon forcën e imanit. Njerëz që bënin tregtim me Zotin dhe jo me njerëzit. Pra ata e dinin çfarë vlere kishte, çfarë problemi kishin tek Zoti, që ajo do të jetë një sadaka rrjedhse, që aty do të jetë një shkollë, një xhami, një qendër kulturore, një institucion, një spital, një çdo gjë, një jetimore. Pra në përputhje me fjalën e profetit alayhis salam që të gjitha veprat e njeriu të shkputren nëse vdes përveç 3 gjërave. Sadaka e rrjedhse. Nuk ka sadaka më të mirë rrjedhse se sa vakafi, i cili prodhon, edukon breza. El ilmu yuntafa'u mund të bësh një shkollë. Pra përfshin 2 gjëra në një gjë të vetme. Përfshin 2 gjëra në një gjë të vetme. Sot emrat e tyre përkujtohen, sevapet i shkojnë atyre, brez pas brezi, dhe dobia përhapet brez pas brezi deri në ditën e Kiametit. Ajo nuk humbet. Edhe nëse shëmben ato vakafe, edhe nëse tjetërsohen ato vakafe, po edhe nëse shëmben dhe tjetërsohen ato vakafe. Sa i përket pasaj brezave, kjo është edhe njëjta gjë që ne kemi thënë, në momentin që ti e nxit fëmijën tënd, të kuptoj vlerën e asaj dekajt vogël, që ti duket shumë e vogël. Dhe sa është problemi këta tek Zoti. Dhe pse ne e japim atë, jam i bindur që do të lindin fëmijë që do ta ringjallin synetin, mund ta quajë gjyshërve dhe stërgjyshërve tonë. Pra shumë e rëndësishme të japësh në sy të fëmijëve, të ndihmosh njerëzit në sy të fëmijëve, ti bësh ata pjesë e gëzimit të tjerëve, pse jo edhe lotëve të tjerëve, dhe zgjidhjeve halleve të tjera, jam i bindur që do të kuptoni se çfarë vlere ka edukimi i brezave. Madje më ka ndodhur në shkollën në Siri. Po prisja radhën e autobusit. Dhe kjo mua atëherë nga atkoh më ka përlotur për veten time. Dhe kisha disa fëmijë radh përpara meje, kurbanit. Nuk kishte vend autobusi. Edhe më pyetën ata djem nga je, i thash nga Shqipëria, çka ke ardhur? Talibel më nxënës dije, po do hecësh hyp ti i pari. Se ti ke ardhur nga larg dhe nxënës dije, hyp ti përpara nesh. Mua për vete kjo më preku sepse bëra një krahasim me rinin, me fëmijët e vendeve tona. Pra jo vetëm respekt dhe bujari me trashëguar një gjë tjetër, trashëguar rahmetin e Zotit, mëshirën, dashurinë për njerëzit, për bujarinë, për fisnikrinë, për familjen, për farafisin, për fugarat, për njerëzit e lagjës, për komshit, saqë tha pejgamberi, friksova se mos do më lindë porosi Xhibril të lija dhe pjesë nga pasuria. Kjo tregon vlerat e Islamit, bujarinë e Islamit, bujarinë e Zotit subhanahu wa taala, i cili është burimi i çdo lloji bujarie dhe shembulli i tij që na lan tokë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam.
si duke i rikthyer sërish asaj pjesës që jemi të ndryshëm në karakteret, në personalitetin, në vlerat dhe virtytet që mbartin, po dhe në nivelin e imanit. A është e udhës që besimtari të lutet, të bëjë dua që Zoti t'ia lehtësoj bujarinë, bamirësinë, t'ia largoj kopracin, t'ia mundsoj që të jetë, po themi për atyre që i ndihmon të tjerët. Pra, ku mund ta rendisim dhe ku mund ta vendosim duan në këtë aspekt? Jo vetëm që është e rëndësishme, por unë shikoj sot është e pëlqyeshme ndoshta detyrë për besimtarin që ta lusi Allahun t'ia mundsojë gjë të tillë. Ka njerëz të cilën mbështeten ngjosha tek vlerat e tyre. Por ata harrojnë që bujaria dhe kooperacia janë dy smundje të zemrës. Dhe smundjet e zemrës, të cilat ka zënë rrënjë, nuk mund të largohen pa lutje, pa dua, nëse nuk bën shkaqe të largimit. Pra, kur ti kurohesh, merr kurën që t'jep mjeku për të larguar problemin dhe shëndetësor që ke. Kështu dhe smundjet e zemrës janë nga smundjet më të rrezikshme. Nëse zemra pastrohet nga ajo smundje që është kooperacia, jam i bindur që ajo do të shkojë drejt bujarisë, pra do t'ia hapim një derë, një shpresë asaj zemre të smurë, e cila është nxirr nga kooperacia, nuk shef përtej vetes saj dhe ambientit rreth saj, duke menduar që duke ruajtur atë pasuri do mshumohet ose do mpaksohet etj. Radio, është gabim. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thënë, sadakaja nuk e pakson pasurinë, madje e shton pasurinë. Madje Allahu nuk na jep atë mirësi që ne në këmbim dhe asaj që dham, sepse është shumë fishi, e përmendëm ke ajeti i Kallirit. Pra, Allahu jep shumë fishin asaj që ju meritoni ju njerëz me mirësinë e tij. Dhe jo më kot pejgamberi sa se ne e përdori edhe në formë kërcënuese dhe nxitse. Shpëtojeni veten tuaj qoftë me një gjysmë hur me sadaka. Çka do thotë që mund t'japësh miliona, mund t'japësh miliarda, s'ti pranon Zoti kurr, mund t'japësh diçka, një kokur hur, një jetim, një fukaraj dhe bëhet kjo pjesë ose shkak për xhenetin tënd. Nëse ata njerëz nuk e kuptojnë që kooperacia është smundje e rrezikshme e zemrës, madje do të bëhet shkak që ai mos ta shijojë mirësinë e asaj pasurie dhe ja lëm kohës. Gjithashtu bujaria, bamirësia ka dhe rrezikun e abuzimit me të. Pra, për të dukur tek njerëzit, për të shfaqur tek njerëzit, për të mburur tek njerëzit, sepse siç edhe ju e përmendët, njerëzit e vlerësojnë bujarin, njerëzit po themi në një farë mënyre edhe i bëjnë lajka bujarit. Sa rëndësishme është që ta ruajmë sinqeritetin dhe njëtin e pastër në këtë vepër, dhe ndoshta edhe të ndjejmë alarmin se kjo vepër e madhe mund ta humbas vlerën nëse devijojmë nga njëti i pastër. Pyetje shumë e drejtë. Imam Sufjan al-Thauri, Zoti më shërof, thotë, nuk ka pasur më gjë më të vështirë për të kuruar se sa njëti, qëllim, zemra. Njeriu luhatet në përditshmërinë e tij, i pëlqejnë lavdërimet, i pëlqejnë kur ja kujtojnë të mirat, por nëse ai të paktën e ruan zemrën duke urryer këtë cilësi që nuk do që të lavdërojnë, e fsheh atë, edhe pse Zoti subhanahu wa taala kur përmendi sadakan dhe shpenzimin rrugë të Zotit, e përmendi që lejohet haptasi dhe fshehtasi, edhe pse si thot profeti alayhis salam, më e mira është ajo që bëhet fshehtasi. Por nëse kemi për qëllim nxitjen, siç thotë ti, që të ndihmojmë njerëzit, që të jemi si shembull, që të krijojmë shembull njerëzish bujar që i japin ndihmojnë, kjo është e lejueshme sepse e ka përdorur profeti në Medinë kur i tha grave të Medinës që shpëtoni veten tuaj nga zjarri i xhenemit, ndihmoni, pra dhe dhan gjithçka. Kjo tregon që sadaka lejohet dhe haptasi. Kurse sa i përket pyetjes që persona të cilët mund të ndikohen në zemrën e tyre dhe mund të hyjë një farë syfajësie apo lavdërimi, atëherë le të kujtojmë fjalën e profetit alayhis salatu wassalam që kur u pyet për shtyllat e imanit dhe shtyllat e islamit, dy gjëra të pandryshueshme deri në ditën e Kiametit. Pra janë të pandryshueshme. Tha wa mal ihsan, pra shkalla më e lartë e besimit, tha ta adhurosh Zotin sikur ti e shikon atë. Edhe pse ti nuk e shikon atë, ai të shikon ty. Nëse e ndjen mbikëqyrjen e Allahut azza wa xal, do ta ruash zemrën tënde. Nëse nuk e ndjen mbikëqyrjen e Zotit subhanallahu në çdo fjalë që thua, në çdo vepër që bën, në çdo aktivitet që ke, ose domethënë përzihesh me njerëz që gjithmonë bëjnë lajka, kjo nuk është gjë e mirë fatikisht, atëherë jam i bindur që do të rroshkasës. Pse ka thënë pejgamberi sa taqwa ha huna, devotshmëria është këtu. Pra, zemra është burimi i çdo vendimi që merr njeriu në jetën e tij. Pra shqisat janë ato që na ngopin, na përthithin informacione, mendja është ajo që e përpunon këtë informacion dhe ajo që merr vendimin është zemra. Prandaj dhe profeti thotë innamal a'malu binniyat, veprat janë sipas qëllimit, çdo njeri do të marrë atë që ka pasur për qëllim. Dhe të dha dhe shembullin e dynjas, një farë zgjidhje, ku çdo që ka për qëllim të martohet me një grua, martohet.
Dhe kush ka për qëllim Allahun dhe dërguarin e tij për një do të marrë për qëllimin atë çka i ka pasur, pra ta kujtoj këtë hadith. Ndryshe do t'i bëhet çdo vepër që ka pasur në këtë dynjë asnjë vlerë në ditën e gjykimit. Por shumë shpresoj që këto fjalë, këto këshilla të nxisin gjithsesi për nesh që ta shtojnë bujarinë, ta shtojnë bamirësinë dhe të ngrihen edhe më tepër në këtë virtyt madhor. Zoti shpërblet. Zoti shpërblet dhe ju dhe lutim Allahun azza wa jall na bëj shembull dhe na bëj prej tyre. Amin. Përmi që këto ishin fjalët e inkurajuese për këtë virtyt, kjo ishte edhe duaja me cilën e mbyllim këtë takim të sotëm. Kemi folur për gati 2 emisione rreth bujarisë, si një prej virtyteve që nuk ka llogari të shmangemi, sepse ka mirësi të jashtëzakonshme në jetën e kësaj bote, në shëndetin ton, në familjen ton, po mbi të gjitha është shpërblimi madhor në ahiret ku besimtari shpëton përjetësinë e tij dhe shpërblehet me shpërblime të pa imagjinueshme për të. Unë falenderoj që qëndruat me ne, falenderoj për vëmendjen tuaj. Do të jemi sërish javën e ardhshme me një tjetër ftuar, me një tjetër temë të rëndësishme dhe dobishme gjithashtu. Kalofshi sa mirë.